Nesër përkujtohet dëshmori i kombit Hysni Recep Morina, i cili ra për të mos vdekur me datën 31 mars të vitit 1999 në vendin e quajtur Qafe të Pakarushës, mbi Doperdolan. Prandaj nesër më 31 mars 2026 në ora 10 bëhen homazhe tek varrezat e dëshmorëve në Landovic. Ku pas homazheve bëhet nisja në drejtim të Doperdolanit të vendit të Rënjës. Në ora 11 homazhe tek vendi i Rënjës në betejën më të lavdishme të UÇK-s, e ku në mbrojtje të popullatës civile, një ndër betejat më të përgjakshme, ku forcat serbe kishin llojet e të gjitha armatimeve dhe ushtarët e UÇK-s vetëm me armatim të lehtë u përballën me forcat okubatore duke luftuar këta djemtrima të UÇK-s me zemër për mbrojtjen e trojeve tona. Lavdi dëshmorit Hysni Morina. Në këtë përkujtim pritet të marrin pjesë edhe shoqatat e dala nga lufta, ish bashkëluftëtar, veteran e familjar të dëshmorit. Ndërto me prodhime vendore.